dy fjalë për laicitetin selektiv të Imer Moshkolajt. Spari përshëndesin vendimin e Drejtorisë së Arsimit në Komunën e Prishtinës për vendimin e marrë në shkollat e Prishtinës për rishikimin e orarit mësimor për shkak të muajit Ramazan. Së dyti, një replikë e shkurt për laicitetin selektiv të Imer Moshkolajt, i cili është shprehur kundër ndryshimit të orarit mësimor gjatë muajit Ramazan. Feja është ndarë nga shteti. Kosova është shtet laik. Ky vendim është antikushtetues, ka shkruar ndër të tjera Moshkolaj. Orari në Ramazan nuk cënon laicitetin. Respekti për besimin nuk është antikushtetues. Që disa shembuj shkurt. Premier Liga angleze respekton Ramazanin. Ndeshjet do të ndalen gjatë iftarit për futbollistët që agjërojnë. Ndeshjet do të kenë pauza të shkurta për lojtarët që agjërojnë. Kjo praktik nuk ka tash, por nga viti 2021. Ndërsa UEFA nuk e ka një rregull zyrtar të detyrueshëm për pushimin e Ramazanit në të gjitha ndeshjet e saj. Për shembull, Liga Angleze dhe Liga Evropiane. Klanet evropiane dhe arbitrat zakonisht lejojnë për shtatje të ngjashme si ato në Premier League nëse kërkohet nga skuadrat dhe lojtarët. Jo vetëm në futboll, por edhe në institucione tjera zyrtare në shumë vende të Evropës, që ne i kemi si modele për shembull. Në disa vende të Evropës janë ndërmarrë iniciativa institucionale ose praktika sociale që synojnë lehtësimin e agjërimit për muslimanët gjatë Ramazanit. Këto nuk janë gjithmonë ligje kombëtare, por shpesh janë politika lokale, fleksibilitet institucional. Në shumë vende të Evropës, shkollat shpesh tregojnë mirëkuptim ndaj atyre që agjërojnë. Kompanitë dhe administrata publike lejojnë pushime fleksibile dhe ndërrim të orarit të punës, ndërsa në anën tjetër shkollat adaptojnë aktivitetet sportive për nxënësit të cilët agjërojnë. Shumë kompani në Evropë e deri në Kanada e Amerikën e Largët reduktojnë ose planifikojnë punën sipas agjërimit për punonësit musliman. Kaq për sonte. Përndryshe nëse ja agjërueshëm Imer Moshkolajt ta preferojmë llokumin liri për me bë iftar. Agjërim të këndshëm.